Mbrëmjen e kaluar janë evakuar banorët një pallati në zonën e Currilëve në Durrës pas rrëshqitjeve të rrezikshme të një masivi të madh dheu nga Kodër Currila. Shkak për situatën është të bërë erozioni i tokës dhe rreshtet e ditëve të fundit, të cilat kanë përkeqësuar gjendjen e terrenit. Zona është rrethuar nga policia për arsye sigurie, ndërsa autoritetet po vlerësojnë rrezikun që paraqet rrëshqitja e dherrave për banesat pranë. Rreth sa ngjarje terrorizuese për jetën e banorëve, ata janë shprehur. Sot në darkë, në orën 4 të mjesit, duke virë sot, u prish doja, u shëm nga dheu. Pra zona është pa energji? Pa energji elektrike, ka ardhur një elektriku me urgjencë, po punën edhe çunat për të venos energjinë elektrike, por banorët kanë hyrë asnjëri në për shtëpitë e tyre. Unë isha në gjuhë, nuk mora vesh asë se kush morën telefon, asë si morën, po me siguri ishin këto të hotelit, urgjencë ka rënë Kodra. Qohemi alarmuar, vi shof, të që shifrin ju të shi. U që njerëzit, policia filloi të nxjerrë edhe ke pallati, edhe këtu mos kishin një imena, i ndronë gjithë për jashtë. Si që shifni, kisha ra Kodra, si snodhi, ka është një gjuhë vetëm zhurma, kur kërë një zhurmë e të mërshme, edhe kjo i ka alarmu njerëzit që ishin në hotel, që kanë dalë. Këtë bësh me malin, që ti bësh malit? Mund të Kjo vit për vit, kjo pun ka vit për vit. Nuk është e parë. Jo. A ka mundësi që të vazhdoj rrëshqitja? Është gati këtu njërë, kjo pjesa që shikoni këtu, gati për të bjerë. Ka i kur muri betonin kështu. Pra është rrezikshme akoma situata. Jashtë mase. Kjo ka lëviz faktikisht deri në 2019 që ra tërmeti. Ky pallati këtej, deri sa është bërë dhe deri më sot ka rrëshqit bitë dheu. Pa vazhdimisht. Kodër Currila ka qenë prej vitesh një zonë problematike për shkak të erozionit. Edhe pse janë realizuar disa ndërhyrje dhe investime rehabilituese, problemi nuk ka gjetur ende një zgjidhje përfundimtare. Banorët e prekur kërkojnë mbështetje dhe ndërhyrjet menjëhershme nga institucionet përgjegjëse, duke shprehur shqetësimin për sigurinë e jetës së tyre dhe të familjeve që jetojnë në këtë zonë.